Nusja qëndronte e dridhur pranë altarit, fustani i bardhë duke u lëkundur me çdo hap. Çdo sy ishte drejtuar tek ajo, çdo buzë ishte ngurtësuar në heshtje, derisa një brit me egër sheu qetësinë. Nuk do të lejoj që kjo martesë të ndodhë. Të gjithë u shokuan. Prindi i dhëndrit ngriti dorën, por ishte vonë. Zemrat riheshin në mënyrë kaotike, shikimet ishin të përzjera mes tmerrit dhe kuriozitetit. Nusja, pa fjalë, ndjeu si gjithë ëndrat e saj për ditën më të bukur u shkatëruan në një çast. Kriza në kishë. Nëntori kishte ardhur me një ftohtësi të brendshme që nuk mund të përshkruhej vetëm me temperaturën. Ishte dita që Sara do të bëhej nusja e djalit të njohur të familjes Maloku. Kishte qenë një përgatitje gjatë, muaj me muaj planifikuar deri në detaje. Dhe çdo person i ftuar ishte i veshur me elegancë dhe pritshmëri. Por tensioni mes familjeve ishte gjithmonë i ndjeshëm. Një balancë e hollë midis respektit dhe pakënaqësisë së fshehtë. Sara e dinte që vjehra e saj, zonja Gjulia, nuk e kishte pranuar kurrë. Një grua e fuqishme, me karakter të fortë dhe një sens të pasur kontrolli, e cila nuk e kishte fshehur asnjëherë pakënaqësinë ndaj vajzës së thjeshtë që kishte hyrë në familje. E mira është të dish vendin tënd, kishte thënë disa herë në shaka të hidhura gjatë përgatitjeve. Por Sara e dinte që nuk ishte thjesht një shaka. Kur muzika e kishës filloi dhe Sara u fut në korridorin e gjatë me fustanin e saj të bardhë, zemra e rrihte fort. Secili hapi saj dukej si një betejë për pranimin e saj. Pranë saj qëndronte babai, i emocionuar dhe krenar, por me një frikë të dukshme në sytë e tij. Një sër mysafirësh u ngritën, disa për të bërë fotografi, të tjerët thjesht për të vëzhguar. Atmosfera ishte ngarkuar me pritshmëri, por diçka e errët fshihej pas buzëqeshjeve të jashtme. Kur Sara arriti tek altarja, zemra e saj ndjeu një ndjenjë sigurie që u shua menjëherë kur zonja Gjulia u ngrit në këmbë dhe i bërtiti me një forcë që e tronditi çdo të pranishëm. Nuk do ta lejoj këtë martesë. Të gjithë heshtën për një moment të gjatë. Priftërinjt ndaluan fjalën dhe muzika ndërpreu. Sara qëndroi e ngrirë, pa fjalë, duke ndjerë një dhimbje të thellë dhe një turp që i shkulte frymën. Dhëndri i jon u ngrit papritur dhe përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Ai e dinte që në presionin e vjerës gjithçka mund të ndryshonte, por nuk ishte përgatitur për këtë shok të hapur. Vjehra e tij nuk po e mbante vetëm për të mos e pranuar nusen. Ajo kishte ardhur me një plan të fshehtë që kishte përgatitur muaj më parë. Një sekret i rëndësishëm që mund të shkatëronte marrëdhënien e të rinjve në një çast. Sara ndjeu veten të vogël e pafuqishme, si një kukull që dikush po e shkunte pa mëshirë. Mysafirët filluan të shikoheshin me njëri tjetrin, disa duke përpjekur të kuptojnë situatën, të tjerët duke folur në të ulët, por askush nuk e guxonte të ndërhynte. Disa sy u mbushën me lot kur pan zemërimin e hapur të zonjes Gjulia. Ndërsa kjo e fundit vazhdoi me fjalët e saj të ashpra, dhëndri tentoi të ndërhyj. Nëna, ju lutem, kjo nuk është koha, por ishte e kot. Vjehra nuk dëgjonte. Ajo kishte vendosur që dita të mos përfundonte si planifikohej, dhe nuk kishte asgjë që mund ta ndalte. Çdo fjalë, çdo shikim i saj, ishte një goditje drejt për drejt për nusen dhe familjen e saj. Sara ndjeu si muret e kishës po ngushtoheshin rreth saj. Si gjithë ëndrat e një jete të re po shpërndaheshin në ajër. Për një çast, disa fëmijë të pranishëm filluan të qeshnin e të pyesnin pse gjithë kjo zhurmë, por të rriturit i ndaluan menjëherë. Një heshtje e rëndë mbuloi vendin, ndërsa Sara përpiqej të mbante veten. Ajo u përpoq të thoshte diçka, një fjalë që do të qetësonte situatën, por fjalët ngecën në fyt. E vetmja gjë që ndjeu ishte tronditja që i kaloi trupin. Në këtë moment, gjithçka që Sara kishte planifikuar për ditën më të bukur të jetës së saj dukej se po rënohej. Krenaria e nuses, emocionet e familjes dhe dashuria e saj për Jonin u vënë në provë në mënyrën më të dhunshme. Çdo sy ishte drejtuar tek ajo. Çdo buzë kishte një mendim të fshehur. Dhe ndërsa zonja Gjulia vazhdonte të bërtiste, priftërinjt dhe stafi i kishës përpiqeshin të ndërhynin pa e dukur sikur po merrnin anë, duke krijuar një tension që do të mbetej në memorien e të gjithëve. Reagimet dhe tensioni pas britmës. Pas britmës së egër të zonjes Gjulia, një heshtje e rëndë mbuloi kishën. Ajri duke i ngërthyer nga emocionet. Disa mysafirë mbajtën frymën, të tjerë thithnin ajrin ngadalë duke përpiqur të mos shpërthenin në panik. Sara qëndronte aty, e ngrirë, me duart që dridheshin mbi fustanin e bardhë. Fytyra e saj ishte një portret i frikës dhe i turpit, ndërsa lotët lëviznin ngadalë në përfaqe. Ajo përpiqej të gjej fjalë, por çdo përpjekje duke e vogël dhe e dobët krahas zemërimit të hapur të vjehrës.
Jon, i dhëndri, i afrohet me kujdes duke tentuar të marrë dorën e saj. Por zonja Gjulia nuk e lejoi. Ajo u kthye nga Jon me një pamje të ftohtë dhe shpërfillse. Kjo nuk është një lojë, djali im. Nuk do ta lejoj që një vajzë si kjo të futet në familjen tonë. Fjalët e saj binin si rufe mbi çdo zemër të pranishme. Disa nga mysafirët u përpoqën të ndërhynin, por u ndalën nga frika. Ishte e qartë se çdo përpjekje për të mbrojtur Sarën mund të shkaktonte një debat edhe më të madh. Sara përpiqej të qëndronte e fortë. Ajo mblodhi gjithë guximin që kishte dhe foli me një zë të dridhur, por të vendosur. Zonja Gjulia, unë nuk kam ardhur këtu për të zënë vendin e askujt. Unë e dua Jonin dhe ne kemi vendosur të ndërtojmë jetën tonë së bashku. Ju lutem, lejoni që ceremonia të vazhdoj. Fjalët e saj ranë si një fllad i butë në mes të stuhisë, por vjehra nuk kishte ndërmend të hiqte dorë. Ajo ngriti zërin edhe më shumë, dhe e gjithë kisha u mbush me një tension të padurueshëm. Disa mysafir filluan të përpiqeshin të ndërprisnin bisedën me komplimente dhe shaka të vogla për të qetësuar atmosferën. Por çdo përpjekje ishte e kota. Çdo sy e drejtuar ndaj zonjes Gjulia tregonte respekt, por edhe frikë të fshehtë. Të tjerë filluan të përpiqeshin të kuptonin arsyen e zemërimit të saj. Disa përmendën histori të vjetra midis familjeve, mosmarrveshje që kishin mbetur të pasgjidhura, dhe konflikte të fshehta që tani po dilnin në pa. Ndërkohë, Sara ndjeu një val të re pasigurie. Ajo e kuptonte se momenti i ndëruar që kishte pritur gjithë jetën ishte kërcënuar nga dikush që nuk do ta pranonte kurrë. Për një çast, mendimet e saj u mbushën me kujtime të fëmijërisë. Si kishte ndëruar për këtë ditë, për çdo detaj të festës, dhe tani çdo ëndër po dukej se do të shuhej para syve të saj. Jon, duke parë vuajtjen në fytyrën e saj, përpiqej të qëndronte i fortë. Ai u përpoq të qetësonte situatën. Nëna, ju lutem të mos e bëm këtë më keq. Kjo është dita jon. Le të ecim përpara së bashku. Por vjehra ishte e vendosur. Ajo e kishte planifikuar gjithçka. Çdo fjalë, çdo shikim, çdo lëvizje ishte pjesë e një strategjie për të mbajtur kontrollin. Nuk kishte rëndësi sa të fortë ishin ndjenjat e Jonit apo sa shumë Sara donte të vazhdonte. Ajo kishte vendosur të tregonte fuqinë e saj. Në atë moment, prifti ndërhyri për të qetësuar atmosferën. Ai foli me një zë të qetë, duke i bërë thirrje të gjithëve të marrin frymthell dhe të kujtojnë arsyen pse ishin mbledhur aty, për të festuar dashurinë dhe unitetin. Por mes fjalëve të tij të qeta, tensioni midis zonjes Gjulia dhe Sarës nuk u zbe. Një nga të ftuarit më të moshuar u përpoq të qetësonte zonjën Gjulia, duke i kujtuar se çdo gjë mund të rregullohej më vonë. Por ajo u përgjigj me një fjalë të vetme që e shprehte gjithë zemërimin e saj. Nuk ka më vonë. Atmosfera ishte ngarkuar dhe mysafirët filluan të përjetonin një ndjenjë të përzier. Keqardhje për Sarën, frikë për Jonin dhe kurreshtje për të zbuluar se çfarë sekreti fsheh vjehra që po e bënte kaq agresive. Sara, ndonse e tronditur, filloi të kuptojë se nuk mund të rinte vetëm duke qarë. Ajo përpiqej të qëndronte vendosur, duke kërkuar në sytë e Jonit forcën që kishte nevojë për ta përballuar situatën. Dhe në atë çast të tensionuar, ajo mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Të përballej me zonjën Gjulia dhe të mos lejonte që dita e saj më e bukur të shuhej nga frika dhe kontrolli. Konfrontimi dhe kulmi i tensionit. Muzika e kishës u ndërprer plotësisht, dhe çdo sy ishte drejtuar tek Sara dhe zonja Gjulia. Atmosfera ishte ngarkuar, si para një stuhje që do të shpërthente në çdo moment. Sara ndjeu një rrahje të fortë të zemrës dhe frymëmarrjen e shpejtuar. Ajo e dinte se momenti i përballjes kishte ardhur. Nuk mund të largohej, nuk mund të heshte. Çdo sekondë vonuar do të thoshte humbje të kontrollit mbi jetën e saj. Nën Gjulia, foli Sara me zë të dridhur por vendimtar. Jam këtu për të ndërtuar një jetë me Jonin, dhe kjo nuk ka të bëjë me ju. Ju lutem, ndaloni. Vjehra ngriti syt, shikimi i saj i ftohtë dhe i prerë duke sikur do të shkatëronte çdo mburojtje të mundshme të Sarës. Një buzëqeshje ironike u shfaq në fytyrën e saj ndërsa përqeshi fjalët e Sarës. Mendoje se një vajzë e thjesht si ti mund të hyjë në këtë familje pa kaluar provën time. Nuk e ke idenë çfarë do të thotë të jesh pjesë e kësaj familjeje. Zemra e Sarës dridhej, por ajo refuzoi të tërhiqej. E kuptoi se fuqia e vjerrës ishte më shumë se autoriteti i thjesht. Ishte një kontroll i thellë emocional që kishte ndikuar në çdo vendim të familjes për shumë vite. Por ndjenja e saj për drejtësi dhe dashuri për Jonin i dhan forcën për të qëndruar. Unë nuk jam këtu për të sfiduar historinë tuaj, tha Sara duke mbajtur kokën lart,
por për të ndërtuar një të ardhme me njeriun që dua. Nëse nuk mund ta pranoni këtë, do ta bëjmë të qartë se nuk mund të pengoni lumturinë tonë. Fjalët ranë si rufe në kish. Të gjithë mysafirët mbajtën frymën. Një ndjenjë drithëruese e pabesueshmërisë mbuloi sallën. Disa filluan të shikojnë nga njëri tjetri, duke përjetuar një kombinim frike dhe respekti për guximin e Sarës. Jon ndjeu një val lehtësimi dhe krenarie. Ai ju afrua më pranë Sarës dhe mbajti dorën e saj ngushtë, duke i dhënë forcë. Por vjehra nuk po pushonte. Ajo ngriti zërin edhe një herë, duke thënë me autoritet: "Nuk ka vend për debat. Kjo martesë nuk do të ndodhë në këtë ditë, në këtë kish, para syve të mi." Në atë moment, Sara ndjeu një ndjesi të brendshme të çlirimit. Ajo kuptoi se nuk kishte më vend për frikë. Ajo ngriti zërin më shumë se sa e kishte bërë ndonjëherë. "Nën Gjulia, unë respektoj autoritetin tuaj dhe gjithë historinë e familjes, por kjo është jeta ime. Dhe në këtë moment, në këtë ditë, unë kam të drejtë të zgjedh dashurinë time." Një heshtje e thellë mbuloi kishën. Të gjithë ndjen tensionin që digjej mes dy grave të forta. Disa nga mysafirët filluan të shprehin mbështetje për Sarën, duke u ngritur dhe duke përshëndetur guximin e saj. Të tjerë përpoqen të ndërprisnin tensionin, duke fërkuar duart ose duke shkuar afër për të qetësuar situatën. Vjehra u shikua rreth, duke kuptuar se fuqia e saj absolute po dobësohej. Ajo kishte nënvlerësuar dashurinë dhe vendosmërinë e Sarës, si dhe mbështetjen që Jon dhe disa nga të ftuarit i jepnin. Një moment ronditës gjati disa sekonda dhe për herë të parë, tonet e autoritetit të saj u ulën paksa. Sara, e lodhur nga presioni emocional, përqafoi dorën e Jonit dhe tha me një zë të qetë por të vendosur: "Ne do të vazhdojmë me martesën tonë, me respekt për ju, por pa frikën e pengesave tuaja. Dashuria jon nuk mund të ndalet." Një murheshtje u thye me duartrokitje të heshtura dhe disa zëra që shprehnin mbështetje. Ishte momenti kur çdo mysafir filloi të kuptonte se ditët e tensionit përfunduan. Sara kishte treguar guxim dhe vendosmëri. Në atë çast, Jon u përkul pranë saj dhe i përshpëriti në vesh: "Je më e fortë se çdo pengesë. Faleminderit që nuk dorëzove." Sara buzëqeshi me lot në sy, duke ndjer një kombinim lehtësimi, krenarie dhe dashurie. Ajo e dinte që sfida më e madhe nuk ishte përfunduar, por kishte fituar betejën më të rëndësishme. Dita e saj nuk do të prishe nga frika dhe kontrolli i vjerës. Pasojat dhe përplasjet familjare. Pas guximit të Sarës dhe fjalëve të vendosura që rrëzuan autoritetin e vjerës në atë moment, një heshtje ngadalt mbuloi kishën. Por kjo heshtje nuk ishte qetësi. Ishte një parathënie e furtunës që sapo kishte filluar. Zonja Gjulia, e shokuar nga sfida e hapur dhe guximi i vajzës së re, u tërhoq pak mbrapa duke marrë frym thellë. Sytë e saj, të mbushur me një përzierje zemërimi dhe përbuzjeje, u fokusuan tek Sara. Ajo nuk priste që vajza e saj e dhëndrit të ishte kaq e vendosur. "Do të shohim," tha ajo me një zë të ftohtë dhe të ngurtë. "Nuk ka përfunduar këtu. Nuk mund të mendoni se kjo fitore do të zgjas. Familja jon nuk pranon këtë vendim të nxituar." Dhe me këto fjalë, tensioni i kishës u zhvendos me njëherë në një nivel tjetër. Mysafirët filluan të shikoheshin me njëri tjetrin, disa duke përjetuar një ndjenjë lehtësimi për guximin e Sarës, të tjerë duke ndjer ankth për përplasje që mund të ndiqnin pas ceremonisë. Çdo shikim, çdo lëvizje ishte e mbushur me pritshmëri. Jon, duke parë se vjehra e tij nuk kishte ndërmend të dorëzohej, ndjeu zemrën të rritë fort dhe një urrejtje të heshtur ndaj padrejtësisë. Por ai e dinte se nuk mund të shkonte kundër saj me forcë. Çdo hap i nxituar mund të shkaktonte një konflikt familjar më të madh. Ai mori dorën e Sarës në mënyrë të fortë, duke i dhënë mbështetje pa folur, dhe ajo e ndjeu. Ky kontakt i heshtur transmetonte gjithçka: dashurinë, vendosmërinë dhe gatishmërinë për të përballuar çdo sfidë së bashku. Pasi ceremoninë e vazhduan me ndihmën e priftit dhe disa mysafirëve të guximshëm që e mbështetën Sarën, jashtë kishës filluan të zhvilloheshin biseda të nxehta. Zonja Gjulia nuk e pranoi dot situatën dhe u përpoq të manipuloj perceptimet e mysafirëve, duke përmendur traditat familjare, respektin për zakone dhe rolin e saj si matriark. Ajo fliste me pasion dhe autoritet, duke përpjekur të rindes tensionin. "Kjo vajzë nuk e di se çfarë do të thotë të jesh pjesë e familjes son. Do të mësoni të gjithë një ditë që kjo nuk është thjesht një martesë. Është një provë e respektit dhe traditës." Por Sara nuk e lejoi të ndikonte në vëmendjen e të tjerëve. Ajo i përgjigj me qetësi dhe vendosmëri,
duke shprehur se dashuria e saj dhe Jonit nuk ishte thjesht një ndjenjë e çastit, por një vendim i menduar, i bazuar mbi respekt dhe përkushtim. Mysafirët filluan të kuptonin se kjo nuk ishte thjesht një konfrontim personal. Ishte një përballje mes konservatorizmit të vjetëruar dhe dëshirës për liri dhe zgjedhje personale. Disa shprehën hapur mbështetje ndaj Sarës, duke e komplimentuar për guximin e saj, ndërsa të tjerët u përpoqën të qetësonin tensionin duke rikthyer fokusin te ceremonia dhe festimi i dashurisë. Zonja Gjulia, e ndjerë sfiduar dhe humbëse në publik, filloi të ndryshonte strategjinë e saj. Ajo kuptoi se çdo përpjekje për të imponuar vullnetin e saj në mënyrë të hapur mund të rezultonte në humbje më të madhe në sy të mysafirëve dhe madje në sy të Jonit. Por brenda saj mbetej zemërimi dhe një urrejtje e fshehtë që nuk do të shuhej lehtë. Sara dhe Jon, duke kuptuar këtë, vendosën të ndërtonin strategjinë e tyre. Dashuria dhe respekti për traditën nuk mund të përplaseshin me guximin dhe vendosmërinë e tyre. Ata filluan të flisnin me familjarët dhe të ftuarit, duke krijuar një rrjet mbështetjeje që do t'i lejonte të përballonin çdo sfidë të ardhshme. Për Sarën, kjo ditë nuk ishte thjesht një martesë. Ishte një provë që do të testonte forcën e saj dhe vendosmërinë për të mos lejuar që frika dhe kontrolli i vjerrës të përcaktonin jetën e saj. Ajo kishte fituar betejën e parë në publik, por lufta për respekt dhe përqafim të plotë të saj nga familja e Jonit sapo kishte filluar. Në këtë moment, të dy të rinjt kuptuan se dashuria nuk ishte thjesht ndjenjë, por një angazhim dhe luftë për liri, respekt dhe zgjedhje personale. Çdo hap që do të bënin nga ky moment ishte një deklaratë për fuqinë e tyre dhe për vendosmërinë për të krijuar një jetë të ndërtuar mbi ndjenja të sinqerta dhe jo mbi frikë dhe kontroll. Fillimi i një jete të re dhe pasojat e përballjes. Pas tensionit në kishë dhe fjalëve të hapura të Sarës, një ndjenjë lehtësimit filloi të përhapej mes mysafirëve. Ndonse disa mbetën të shqetësuar për reagimin e vjehrës, shumica ndjen se një barrierë e rëndësishme ishte thyer. Sara dhe Jon, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, ndjen se forca e tyre e përbashkët mund të përballonte çdo pengesë. Zonja Gjulia, e cila fillimisht dukej se nuk do të pranonte kurrë vendimin, u tërhoq në heshtje për të menduar. Ajo e kuptoi se ndonse kishte humbur betejën e parë në publik, kishte ende mundësi për të mbajtur ndikimin e saj mbi familjen në mënyrë më të sofistikuar. Por ajo gjithashtu filloi të ndjente respekt të heshtur për guximin e Sarës, një ndjenjë që e trazonte brenda saj. Në ditët pas ceremonisë, Sara dhe Jon filluan të ndërtonin marrëdhënie më të forta me pjesëtarët e familjes. Disa të afërm, të cilët fillimisht kishin qenë të rezervuar ndaj Sarës, filluan të shihnin vendosmërinë dhe sinqeritetin e saj. Ata kuptuan se dashuria e saj për Jonin nuk ishte e përkohshme, por një lidhje e ndërtuar mbi respekt, përkushtim dhe durim. Megjithatë, sfida nuk kishte mbaruar plotësisht. Zonja Gjulia vazhdoi të krijonte pengesa të vogla, duke testuar durimin dhe vendosmërinë e Sarës në situata të ndryshme familjare. Çdo përpjekje e saj për të imponuar autoritetin u ballafaqua me mençurinë dhe vendosmërinë e nuses së re. Sara mësoi të balancojë respektin me vendosmërinë, duke ndërtuar një marrëdhënie të re ku dashuria dhe guximi ishin shtyllat kryesore. Një nga momentet më vendimtare ishte kur Sara mori nismën për të organizuar një darkë familjare. Ajo përgatiti gjithçka me kujdes, duke përfshirë edhe disa tradita të vjetra që zonja Gjulia e çmonte shumë. Kur zonja erdhi në darkë dhe pa kujdesin dhe respektin e Sarës për traditat, një ndjenjë e çuditshme filloi të lulëzonte. Ajo filloi të pranonte jo vetëm zgjedhjen e Jonit, por edhe vendosmërinë dhe karakterin e vajzës që e sfidoi dhe e respektuan njëkohësisht. Në këtë mënyrë, marrëdhënia e tyre filloi të ndryshojë nga frika dhe kontrolli drejt respektit të ndërsjellë, edhe pse tensioni mbeti një pjesë e natyrshme e familjes. Sara dhe Jon kuptuan se dashuria e tyre nuk ishte vetëm një ndjenjë e bukur e momentit, por një angazhim i fuqishëm për të ndërtuar një jetë të përbashkët. Ditët dhe muajt e ardhshëm u bën një test i vërtetë i forcës së tyre. Ata mësuan të përballojnë çdo pengesë, çdo sfidë, duke e transformuar dashurinë e tyre në një lidhje që mund të përballonte çdo përplasje. Çdo pengesë e vjerrës u bë një mundësi për të forcuar vendosmërinë dhe për të treguar se dashuria e sinqertë dhe respekti për njëri tjetrin mund të triumfonte mbi frikën dhe kontrollin. Në fund, Sara dhe Jon kuptuan se dita e dasmës nuk ishte thjesht një ceremoni. Ishte një provë e forcës së tyre, një test i vendosmërisë dhe një fillim i një jete të re së bashku. Ata kuptuan se dashuria nuk ishte vetëm ndjenjë, por një vendim i përditshëm për të qëndruar së bashku dhe për të ndërtuar një të ardhme mbi respekt dhe guxim. Në këtë pikë, historia ka një përfundim emocional dhe dramatik, duke treguar fitore të Sarës dhe Jonit mbi pengesat,
por gjithashtu duke lënë hapësirë për zhvillime të ardhshme në marrëdhëniet familjare.